Të pranishëm vëllezër të nderuar, jemi në ditët më të zgjedhura të muajit të Ramazanit, ku pejgamberi alayhi salatu wassalam i jep rëndësi të madhe muajit të Ramazanit në adhurime të ndryshme, e sidomos kur vinin 10 netët e fundit. Atëherë Muhamedi alayhi salatu wassalam e ndryshon të adhurimin e tij dhe jep të adhurimit më shumë, derisa Muhamedi alayhi salatu wassalam u mbyllte në xhami, bënte itikafin dhe bënte atë shumë adhurim. Dhe në hadithot Aisha radiallahu anha, kana nabi alayhi salatu wassalam fi al-ashr al-awakhir, Muhamedi alayhi salatu wassalam në 10 netët e fundit, kana shi'da min zara, e shtrëngon të ripin e tij, wa i ka dhe ehle, dhe zgjon të familjen e tij, wa ahya lejle, dhe gjallëron të atë të natën me ibadet deri në mëngjes. Kjo vëllezër të nderuar ishte porosia e Aishës radiallahu anha, se pejgamberi alayhi salatu wassalam i jepte atë shumë rëndësi këtyre 10 netëve, derisa ajo e cila don të thotë që e shtrëngon të ripin e tij, u përvelte në adhurim, u largonte nga shtrati, u largonte nga gratë e veta, nuk kishte kontakt as me gratë e veta e as që shtronte shtratin. Tregon Aisha radiallahu anha, thot në ditët e para, në 10-shin e parë, pejgamberi alayhi salatu wassalam flente, bënte ka pak gjumë natën dhe u zgjonte dhe falte, e na zgjonte thot neve në vitër që të falim diçka nga vitri, nga pjesa e natës, pra në muajin e Ramazanit. Po ashtu vazhdonte dhe në 10-shin e mesëm, e kur vinte thot 10-shi i fundit, pejgamberi alayhi salatu wassalam na urdhëronte që t'i ngrejmë shtratat dhe mos ketë më shtrat natën, vetëm se ta kalojmë këtë natë në adhurim në ibadet. Pse vëllezër të nderuar, se këto 10 net më shehet një thesar aq i madh që njeriu ndonjëherë edhe nuk mund ta imagjinon se aq shpërblim i madh. A thu vallë, aja vlen që mos të shtrohet shtrati dhe mos të flen ta natën deri në mëngjes? Po vëllezër të nderuar, nëse çdo njeri prej ne kishte ardhur dhe i kishte thonë ndonjërit nga ne, kush vjen tek unë të punon këta 10 net prej në 6 mbromje, pasjacie, derisa të lind dielli deri në mëngjes, deri në 6, parafërsisht dhëtor, 11 12, nëse vjen 10 net, vetëm 10 net, nëse vjen me punu, 84 vjet ka me të dhonë rok, 84 vjet ka me të dhonë rok. Kush është ai i cili kishte thonë, jo me net, me një kom kishte netë, nëse ka nevojë. Pse? Se kur ti ka përcjell shto 10 natë punë, apo 10 ditë punë, 10 ditë me 10 natët e saja, pas asajna rok dhe penzion 84 vjet. Garantume. Allahu azza wa jall po thot, khairun min alfi shahr, kjo është më me vlerë se sa 1000 muaj. Derisa dietar kanë thonë me kalkulator del 83 vjet, 84 vjet, mirë po Zoti nuk po thot baras, po thot khair, po thot më me vlerë, më e madhe se sa 1000 muaj, më shumë se 84 vjet. E Allahu azza wa jall shpërblen atë shumë fish, sa që këtë natë duhet që gjallërohet në ibadet. Mirë po, ndoshta ndokush prej ne thot, si mund ta gjallërojmë në natën e 12 orë të jem në namaz në kom, apo çka të bëjmë edhe si ta përfitojmë këtë natë, këtë thesar. Dietarët na kanë thonë kështu, natët e fundit, e sidomos ka ardhur në hadith, një nga sahabët e pejgamberit alayhi salatu wassalam e ka panë ëndër se 7 netët e fundit janë netët më të zgjedhura dhe netët që mundet më së shumti që njeriu ta godet natën e Kadrit. E ka thonë çish me e kalu, e para është me namaz. Pse me namaz? Sepse tha pejgamberi alayhi salatu wassalam, men qame lejletul qadri, kush zgjohet, ngritet për të fal namaz në këto netët e Kadrit. Kush qohet dhe fal namaz në këto netët të cilët janë që shpresohet që t'jetë nata e Kadrit. Imanen wa ihtisaben, me besim në Allahun azza wa jall, me shpresë në
shpërblimin e xhenetit me shpresë në shpërblimin e madh që ka përgatit për ata njerëz që dojnë natën dhe bëjnë ibadet 84 vjet. Jo vetëm se kjo po thot, po i falen krejt gjunahet e kaluara. Me një natë, nëse ti e zë qatë natë, ajo natë bëhet shkak me ta regjistru ti e qatë namaz shka e ki falë, si kurse me falë 84 vjet namaz pa ndërprej. Kush ka mundësi? Kush ka mundësi që ta vendon kokën në sejdë dhe mos ta ngrit kokën prej sejdë 84 vjet? Kush ka mundësi të lidhet namaz edhe mos zgjidhet prej namazit 84 vjet? Allahu Azza wa Jall nga mirësia e tij, nga mëshira e tij e madhe që e ka për robërit e tij, e ka përgatitur një thethar, këto 10 netët e fundit. Ai i cili fal namazin e natës të 10 netët e fundit, nuk e lën e regjistron si me qenë namaz 84 vjet. Mirë po, a mundën e menetën ndoshta ka prej neve që ka mundësi menet pak ma gjatë. Mirë po, nëse themi se 12 orë, a mundën me menet në kom? Ka rastet që mundën me menet në kom. Qish, kur kemi pa në për vendën e për aeroporte, kemi pa rastin e për vendet ndryshme që ndoshta me orë të tëra mbesin kom, 7 orë, 8 orë, 10 orë, e presin fluturimin me shkue. Kur janë tranzit, ka mundësi me qenë, dhe më thonë, ashtë turme e madhe, sa që nuk ka mundësi të pushon me qonta pret në dorë. Mirë po, njeriu kur ta din vlerën e madhe, edhe 10 orë dhe 12 orë, nuk e ban hesap. Për ata sahabët, shokët e pejgamberit alayhi salatu vesselam, e kanë bo hatme Kur'anin me 2 rekat. është lidh deri sa ka thirë namazi sabajt është falë. Mirë po, nëse ne nuk kemi mundësi me e bo këta, me falë gjithë natën deri në sabah, qish me e kalu, djetarët kanë thonë, një pjesë falë namaz. E pjesën tjetër pushon, ulesh dhe lexon Kur'an. Pse? Sepse Allahu Azza wa Jall po thotë, Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Muaji Ramazanit është muaj në të cilin ka zbrit Kur'ani. Do të thotë, nëse njeriu ka nevojë të lexojë Kur'an, nëse njeriu do të fitojë shpërblime të mëdha nga libri i Allahut, nëse njeriu do të marrë udhëzimin dhe dritën dhe shpërblimin e madh, nuk ka kohë më të përshtatshme se njeriu ta lexon Kur'anin në Ramazan. E sidomos në 10 e fundit. Pse? Sepse po thot Allahu Azza wa Jall, inna anzalnahu fi lejletil qadr. Ne e kena zbrit këtë Kur'an në natën e Kadrit, me tregu se as vlerën e madhe e ka leximi i Kur'anit në këto 10 netët e fundit, sepse në ato natë ka zbrit Kur'ani. E kur ta lexon, shpërblimin e ka aq të madh, sa që nëse e zen kjo natë duke lexu Kur'an, i shkruhet shpërblimi, sevapi, sikur se ka lexu 84 vjet. Subhanallah. Nëse njeriu e ban një hatme jashtë Ramazanit, në Ramazan i quhet sikur mi bën 1000 hatme. Nëse njeriu e lexon Kur'anin dhe i ka 10 sevape, tash janë me qindra miliona ku Allahu Azza wa Jall i shumëfizon në 70, në 700 edhe në pak kufi, ashtu si që janë këto netet e zgjethta që njeriu ta kalon duke e lexuar fjalën e Allahut, duke e lexuar librin e Allahut, duke e lexuar dritën e Allahut që t'ja ndriçon zemrën, t'ja ndriçon shpirtin dhe t'ja ushkruan shpërblimin sikur se me fal dhe sikur se me lexu Kur'an 84 vjet. Mirë po, nëse njeriu fal namaz dhe lexon Kur'an, a ka dhe një ibadet tjetër i cili mund të bën këto natë? Po, shumë ibadet i madh dhe nuk kërkon shumë mund, nuk kërkon të kesh ka kibla, nuk kërkon që të kesh abdes, nuk të kërkon mundesh me qenë edhe shtrim, edhe në krah, edhe në shtrat. Çka është ajo? Ajo është dhikri, përmendja Allahut. Ju tha pejgamberi alayhi salatu vesselam sahabeve, a doni t'ju tregoj diçka e cila është aq me vlerë dhe prej vlerave ashtë mdoja, si kur ju me dhonën ari dhe argjend sadaka, si kur ju me shkun luft, me luftu dhe ato t'ju luftojnë dhe ju t'i luftojnë i ata. Thanë, gjithsesi o i dërguar i Allahut, tha dhikrullah, tha përmendja Allahut. Diri sa tha pejgamberi alayhi salatu vesselam, tha kelimetani
khafifetani ala lisan, thaqiletani fil mizan, habibetani lir rahman, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi l'azim. Tha janë di fjalë, tha të leta janë në gjuhë, mirë pa janë të rënda në peshorën e Allahut, dhe janë të dashura tek mëshiruesi tek Allahu. Ata janë di fjalë, subhanallahi wa bihamdi, subhanallahi l'azim. Kush e thot këtë, kjo është jashtë Ramazanit, e paramendoti në Ramazan, e paramendoti këto netet e zgjedhta, që nëse ti e përmend Allahun, me ta regjistru Allahu Azza wa Jall, që ti ki boj istighfar në këtë këto natë, që ti ki boj tesbih, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, paramendoje të regjistrohet edhe te 4 vjeti duke bo dhikr, edhe te 4 vjet duke bo istighfar. Aisha radiallahu anha tha kështu, kush don që ta gëzon ditën e kiametit fletushka e ti, kur është shpërdon fletushkat, ne ta shpeshton atë me istighfar në ta mbush. Se istighfari i shin ke gjunat dhe i shumë fishon veprat, e sidomos të 10 e fundit vlezër të nderuar. Pastaj, mos talon që këto 10 netët na kalojnë nëse qoftë edhe diçka t'japmi nga sadakaja. Sepse nëse japmi këto natë sadaka, na shkruhet 84 vjet sikur se me dhon sadaka. Nuk është sadakaja se me dhon një sasi shumë të madhe. Edhe nëse qoftë ajo e vogël, një vepër e vogël, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, njeriu e bën një vepër të vogël, ndoshta e vepra shumë e thjeshtë. Mirë po Allahu Azza wa Jall thot ju rabbiha. Allahu Azza wa Jall e merr dhe e depon dhe e shumon hatta tekunu mithel gjemel, do ta shet qatë veprën e vogël, që ka mendu që është e vogël, në ditën e kiametit sa kodrat e mdhoja me shpërblime. Po ashtu, vëllezër të nderuar, pejgamberi alayhi salatu wassalam na mësoi edhe një gjë, tha nëse njeriu lodhet duke fal namaz, edhe duke lexuar Kur'an, edhe duke bë dhikr, është edhe një ibadet i madh, sepse Aisha radiallahu anha i tha, o i dërguari i Allahut, nëse ne në këto 10 netet e fundit bëjmë adhurim dhe Allahu Azza wa Jall na mundson që ne të jemi pjesë e natës madhe, natës Kadrit, dhe Allahu Azza wa Jall na mundson që ne ta zom natën e Kadrit, çka të bëjmë në atë natë, e urdhroi pejgamberi alayhis salam apo e porositi që të bën lutje, që të bën dua, sepse e thot në ato natë nuk kthehet lutja prap. Paramendoje, koncentrimi aq i madh është atë natë, sa që qielli dhe toka ngushtohen. Krejt melekt e qiellit zbresin e natën e Kadrit dhe zbret Xhibrili alayhis salam, Allahu Azza wa Jall zbret në pjesën e parë tokës, në pjesën e natës, në tretën pjesë natës, dhe ju thot robëve, kush ka nga unë diçka që kërkon t'i jap, kush kërkon falje ta fali, kush kërkon që t'ja pranoj lutjen, tash është koha në t'i ngrit duart, se tash është koha për t'u pranu lutja. E tha pejgamberi alayhis salatu wassalam ban dua, e i tha Aisha radiallahu anha, ja Rasulallah, çfarë duaje, çka të bëjna? Tha thuaj, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna, tha thuaj, o Zot ti e falës, e don faljen, na fal neve, kjo është prej duave më të mëdha që njeriu do ta përsërit. Mirë po, a është vetëm se kjo duaja dhe kaq? Jo, njeriu duhet të lutet për udhëzimin e vet, për udhëzimin e bashortës vet, për udhëzimin e fëmijëve të vet, për udhëzimin e familjarëve të vet, për udhëzimin e ummetit, të lutet për mirësitë e kësaj dunjoje, mirësitë e ahiretit, çdo breng, çdo telashe që e preokupon, duhet lutet këto natë. Derisa tha Omer ibn Khattabi radiallahu anhu, bënte dua dhe kjo, o Allah, nëse ki caktu dhe një mirësi nga mirësitë e tuja në të kohë, të natës Kadrit, o Zot mësë m'le pa hisetar mund këto mirësi që kimi shpërndati. E nëse o Zot e zbren dhe një dënima, dhe një fatkeqësi, o Zot po të lut në këto natë, se netët janë ma të zgjetha, mbroj nga këto të këqijat. Pse? Se njëra prej rasteve dhe prej emrave të Kadrit, në surën Dukhan, çka thot Allahu Azza wa Jall, inna anzalnahu fi lejletil mubareke, e kemi zbrit këtë Kur'an në natën e begatshme, fiha yufraku kullu amrin hakim, në këtë natë
zbret dhe përcaktohet çdo gjë për një vjet. Për një vjet çka ka me ndodhen, e mirësi, dhe një telashe, lindje, vdekje, smuje, shërim, çdo sen regjistrohet në kadër në brenda një vit. Për ato Omeri radiallahu anhu dhe ke e lut ka Allah dhe kene o Zot, nëse ka dhe një mirësi brenda kësaj viti, o Zot, mësë mle pa u konë hisetar edhe unë ata. O Zot, nëse do të ke zbrit, apo ke caktu diçka ndë një të keqe, o Zot mbro, se është koha më e përshtatshme me lutë Allahun azza wa jall, që Allahu të të mbron, që Allahu të të mëshiron, që Allahu të të fal, që Allahu të të ngrit gradat larta të xhenetit. Është edhe tjetra, nëse njeriu i lodhën durt, edhe mendon se ka bu pak dua, jam lodh. Edhe ndoshta i vjen vezvese shejtani, abe se Allahu azza wa jall sta pranon duajën. Thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, inna Allaha hayyun karim yastahyi min 'abdihi idha rafa'a yadayhi an yaruddahuma sifra. Allahu është i turpshëm. Shiko, Allahu është i turpshëm. Allah është bujar që jep shumë dhe i vjen turp Zotit kur robi ti ngrit durt dhe të kërkon nga Allahu azza wa jall dhe Allahu t'ja kthen atij durt shprast, mos jep asnjë sen. Por po se jam mbush duart e ti dhe zemrën e ti dhe kërkesat e ti me përgjigje. O i dhe sele ke i bad janni, fe i një karib. Kur të lutin robët e mi, kur bëjnë dua robët e mi, kur të lutin robët e mi, i një karib, unë jam afër, ju përgjigjem lutjeve kur ata lutën. Dhe tjetra është të meditojmë. Dhe kjo meditimi është shumë gjë e pëlqyeshme. Pejgamberi alayhi salatu wasalam shpesh kur u vetmonte bënte dhikr dhe meditonte në krijimin e Allahut dhe në këtë natë të begatshme, se Allahu azza wa jalla tha alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan, ata të cilët e përmendin Allahun kur janë në kom dhe kur janë ulur, wa ala junubim dhe kur janë shtrirë. Pastaj çka bëjnë? Nëse lodhen, wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard, ata meditojnë rreth krijimit të qiellit dhe të tokës dhe thojnë Rabbena ma khalaqta hadha batila, o Zot, të shtat ka qiell, këtë dile, këtë han, e këta yje, e këta krijesa të çuditshme, e këtë ndryshimi i natës dhe i ditës, e këta kodre, e kodrinë, e këta lume, nuk i krijove kot, subhanek, i lartë madhruar qofshti, taqina adhaban nar, na mbron nga zarmi i xhehenemit. Do të thotë njeriu ta kalon këtë natë, apo këto net, ti kalon me namaz, ti kalon me lexim të Kur'anit, ti kalon me dua, ti kalon me dhikr, ti kalon me meditim, dhe mos të haron këta ditë që ta jep sadakatul fitrin. Pse? Se është obligim me dhonën zekatul fitr apo sadakatul fitr. Pse? Se tha Abdullah ibn Abbasi, kush e jep sadakatul fitr, bëhe shkak sadakatul fitri me pastru ata nga el-lagwi wal rafeth. Ndë një fjalë që ka fol gjatë agjërimit, apo ndë një nervoz që e ka bo gjatë agjërimit, apo ndë një lëshim që i ka hik gjuhan gjatë agjërimit, ndë një gabim, thot e jep sadakatul fitrin, e sadakatul fitri bëhet shkak për t'ja premisu gabimet që i ka bo gjatë agjërimit. Diri sa ka thonë Taus ibn Kejsan, ka thonë ai që jep sadakatul fitrin në Ramazan është sikur ai njeri i cili ka gabu në namaz, ka haru të bën një sejdë, ka haru të ndenë të jatë, apo është ngrit reqatin e 5, do më thonë ka bo gabim gjatë falës namazit, thot kur e ban se di sejdën, se di sejdë ja plotëson mangësi dhe gabimet namaz, ka thonë kështu edhe zekatul fitri e premison dhe një gabim eventualisht që bëhet në Ramazan, dhe nuk ka mundësi as një njeri që mos të gabon të Ramazani dhe mos mundet që të ketë as një rishim, sepse khuliqal insanu daife, është kriju njeriu i dopt. Njeriu mundet të gabon, mirë po, kjo sadakatul fitri bëhet shkak për t'ja premesu ndë një gabim eventualisht apo ndë një lëshim gjatë Ramazanit.
Dhe ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, zekatul fitri jepet deri para Bajramit. Nëse falet namazi i Bajramit, atëherë është një lëmosh nga lëmoshat, mirë po nuk e ka dhënë sadakatul fitrin. Mos thot dukush se jam i zan mas Bajramit ka me quhe, ose mas Bajramit ka me shpërndaje. Edhe se dietat kanë thonë se sadakatul fitri është mirë që të jepet ushqim, se pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka nda pasurinë e parëve ka dhënë me pare, e pasurinë e arit e ka nda me vlerë të arit dhe e ka dhënë atë. Mirë po kur ka ardhur koha që me dhënë sadakatul fitrin, e ka dhënë ushqim, sepse ka thonë njeriu ka agjërue, e agjerimi paguhet për shkak se është me uri dhe pastaj han ushqim, e kjo jepet në atë sasinë e ushqimit. Kanë thonë ajo mesataria deri në 3 kg, kanë thonë 3 kg mund të jetë oriz, 3 kg mund të jetë hurm, 3 kg mund të jetë edhe gru, mund të jetë edhe mill. E kanë bo hesap me 3 kg që kanë pas nga ushqimet që e kanë ngronë në kohën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. E lusë Allahun azza wa jall që Allahu subhanahu wa taala na i pranon agjërimin, na i pranon veprat e mira, na regjistron për atyre që e kemi mbri natën e Kadrit, e këto net të mdoja, na i pranon lutjet, na i pranon duat, na i pranon leximin e Kuranit hatmët, e sadakat, e duat mos na i kthem prap, e të na mëshiron, e të na ngrit në grada të larta të xhenetit, na bën prej banorëve që ka qenë i kënaqur Allahu azza wa jall me neve në këtë muaj të bekuar, të muaj të Ramazanit. Allahumma amin.